4 ditë pas atentatit në Rinës, kundërroi jetë në fakt mëngjesin e ditës së sotme Muçi Shaljanj Sheqeri, i cili ishte drejtuesi i mjetit ku u qëllua me breshëri automatiku më datë 11 nëntor. Në sulm mbeti i vrarë në vend Gilmando Dani, i njohur dhe si krau i djathtë i Emiliano Shullazit. Atentati dyshohet se ka qenë i porositur nga grupet kundërshtare. Shaljanji mori një plumë në kokë ku u dërgua për ndërhyrje në spitalin ushtarak, ndërsa ju nështrua dhe ndërhyrjes kirurgjikale. Pavarësisht ndihmës, ai nuk arriti që t'i mbijetonte plagëve. Hetimet të zbuluan se Shaljanji ishte efektiv i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, detyrë që e kishte marrë para pak kohësh. Pas hetimeve të dosjes së tij, në pranga u vuan 2 policë të komisariatit 3 në Tiranë, të cilët nuk kishin verifikuar dokumentet dhe se nuk kishin dhënë edhe certifikatën e besueshmërisë, sipas prokurorisë, e cila është dhënë në kundërshtim me ligjin. Megjithatë, ende nuk ka të dhëna se kush ka qenë porositësi dhe autorët e atentatit të kryer në mes të ditës. Dyshimet janë se Gilmando Dani është ndjekur prej Barcelonës nga kombërriti në Rinas më datë 11 nëntor dhe aty e prisnin ekzekutorët. Pikërisht kur ai u afrua rreth rrotullimit të Rinasit, u qëllua me breshëri armësh, ndërsa gjithçka u filmua nga kamerat e sigurisë. Pikërisht nga verifikimi i rrugës, ata ndoqën pikërisht nisjen deri në vrasje dhe zbulimin e detajeve që i quan prokurorët drejt fushkrujës.